Policia e shtetit ka finalizuar një operacion të koduar banka ARM2, i cili ka në fokus goditjen e një skeme mashtrimi kibernetik të tipit smishing, ku qytetarët targetoheshin përmes SMS-ve mashtruese në emër të një banke të nivelit të dytë. Sipas njoftimit zyrtar, skema funksiononte duke u dërguar qytetarëve mesazhe telefonike që dukeshin si komunikime zyrtare nga banka. Në këto SMS, viktimave u kërkohej të përditësonin të dhënat bankare përmes një linku të bashkëngjitur. Ky link nuk ishte zyrtar, por një faqe ARM e krijuar për të imituar portalin e institucionit financiar. Pasi qytetarët hynin dhe vendosnin të dhënat e tyre, ato përfundonin në duart e autorëve të mashtrimit. Sipas së kësaj skeme, disa qytetarë kanë rënë viktimë dhe kanë humbur aksesin ose të dhënat të ndjeshme bankare, duke u ekspozuar ndaj rrezikut për dëme financiar. Hetimi është zhvilluar nga Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë dhe në drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Fal këtyre veprimeve të koordinuara është bërë mundur identifikimi dhe ndalimi i një prej të dyshuarve kryesor, shtetasit me iniciale IK, 25 vjeçme në shtetësi hollandeze. Në të njëjtën kohë, një tjetër person, shtetasi identifikuar vetëm me iniciale AR, shpallur në kërkim si bashkëpunëtor i dyshuar në këtë aktivitet kriminal. Autoritetet po vijojnë punën për lokalizimin dhe kapjen e tij, si edhe për zbardhjen e plotë rrjetit të mundshëm të përfshirë në skem. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, ndërsa ndaj të dyshuarve rëndojnë veprat penale, mashtrimi kompjuterik dhe falsifikimi kompjuterik të parashikuara nga nenet përkatëse të kodit penal. Policia e shtetit ka bërë gjithashtu një apel të fortë për qytetarët, duke i këshilluar të tregojnë kujdes maksimal ndaj mesazheve apo linqeve të dyshimta që kërkojnë të dhëna personale apo bankare. Në mënyrë të përsëritur, theksohet se asnjë bank nuk kërkon përditësim të dhënave sensitive përmes SMS-ve apo linqeve të dërguara në telefon. Qytetarët këshillohen që në çdo rast dyshimi të mos ndërveprojnë me mesazhe të tilla, por të kontaktojnë menjëherë bankën përkatëse ose të raportojnë rastin pranë policisë së shtetit në mënyrë që të parandalohet dëmi i mundshëm dhe të goditen në kohë skema të ngjashme mashtrimi online.